Me votat e dy deputetëve të dal nga Fronti Evropian, Ilir Demiri dhe Bejxhan Ilias, shumica parlamentare siguroi votat e nevojshme për miratimin e ligjit për kundërvajtje, ligji i nevojshëm për funksionalizimin e masës Safe City nga një shkurti. Kundër këtij ligji ishin të gjitha partitë shqiptare. ASH-ja e Arben Taravarit paralemroi për më tepër se të njëjtin ligj do ta dorëzojë për rishikim në gjykatën kushtetuese. Koordinatorja e Frontit Evropian Ina Hajdari deklaroi se vota kundër vjen si pasojë e kundërshtive të qytetarëve, shtoi se ankesat nga ana e qytetarëve për këtë ligj janë të shumta. Që ne votojmë sipas bindjes dhe qëndrimeve të qytetarëve. Dhe realisht nuk kemi besim se do të bëhen ndryshimet në të ardhmen. Bile më lejoni të potencoj edhe një gjë tjetër. Habitem se si koalicioni Vlen, që është pjesë e qeverisë, ka ndetur gjatë gjithë kohës kaq heshtur dhe nuk e kemi parë, nuk e kemi dëgjuar as të thotë qëndrimin e qytetarëve si deputet, ta thonë qëndrimin e qytetarëve dhe shqetësimet që na kanë arritur në adresën tonë. Kundër këtij ligji ishte edhe ASH-ja e Selës. Ilire Dauti tha se ka pabarazi në implementim dhe kamerat me theks të veçantë janë vendosur në zona shqiptare. Këto kamerat të Safe City janë duke u praktikuar dhe do fillojnë pra të përdoren edhe dënime konkrete vetëm në 3 qytete, në Tetov, në Shkup dhe Kumanov. Duhet kemi parasysh edhe një fakt tjetër, sidomos rrugët në disa prej këtyre vendeve ku janë të përcaktuara dhe janë më të shpeshta kamerat e sigurisë, sidomos në Çajr, infrastruktura shumë e dobët, që është shumë arsye për shkelje. Arsyet sepse janë kundër i tregoi edhe Oliver Spasovski nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Dy çështje kryesore për të cilat pse jemi kundër janë se gjithë materialet që të mbledhen si dëshmi nga kameret e Safe City është e paqartë se si dhe në çfarë forme do të ruhen dhe a do të ketë mundësi që të njëjtat të kesh përdoren. E them këtë sepse qeveria dhe partnerët e koalicionit kanë të kaluar negative sa i përket ruajtjes dhe këshillërimit të drejtave të njeriut dhe qytetarëve, duke u bazuar në të kaluarën dhe e njëjta mund të përsëritet. Përveç Ilir Demirit dhe Bejxhan Ilias, pro ligjit për kundërvajtje të nevojshëm për funksionalizimin e sistemit Safe City, votuan edhe deputetët e VMRO-s, koalicionit Vlen, po edhe deputetët e Levicës.